është kërcënu, ti marrë fëmijët, ti kanë kinapoj fëmijët, ta marrë grunë, s'ki qarë pa i la. Unë quhem ish bashkëshortja e Ilir Bicurit, të ndarë që 10 vite, por akoma jo ligjresht. Si pasojë e kësaj kanë qenë dhuna psiqike, dhuna fizike, për arsye që kanë shkaktuar këta njerëz. Jo, a keni qenë dikun bashkëpronare me burrin, a keni pas pronë që tu ka marrë dhe ty me Unë pas fajde? vetëm një banesë temen, në Gjakov, që ajo ka qenë në emër temin. Ajo banesë i është shitur dikuj, po ajo banesë është në emër temër. Nesë mas nesë ku të legalizohet, ajo del në emër temin. Sa herë e kanë dëshmitar ti kur kanë ardhur në banesë? Kum qenë shumë shpesh, tash nuk për di sa herë, po kum qenë shumë shpesh. Është kërcënu, ti marrë fëmijët, ti kanë kinapoj fëmijët, ta marrë grunë, s'ki qarë pa i la, mandej një kohë Iliri është zhduk, nuk e dishim ko është, edhe do më thonë unë kum pas shumë probleme, se krejtën vishin të une, do më thonë unë jëmë përbale vetme, nuk disha me rujtë fëmijët, nuk disha me egzistu, a më marrë me këto probleme, këm ka ardhë gjdo dit. Derisa një moment, që shumë isha lodhë nuk i kisha vajzat në shpe, e uhi mrena i kum thonë, hajde se kom e t'ja paret une, edhe ja kum mbyll derën e kum marrë mi thirë policin. Se shumë kër e pa që më ka du mi thirë policin, ullë në 2 gujtë edhe më kërkoj ke falje, vitë qëllë ma derën, se i kom 4 fëmi. I kum thonë une, a nuk kom fëmi që mi përjetu gjithë që të sena, edhe është largu, ma ndej pe ati momenti u zhduk, nuk e kum pa ma atë njëri. Tjetër kush ka ardhë, që si kërcnime, kina mi u vra, kina mi u bo, kina me kështot në, do më thonë gjdo, s'muj me thonë për dit, po njëherë njafë, dera ka cakat, zilja ka bo, do më thonë na nuk kina flejt, qatë periud na i na konë, këtë kohën rrëshim me stres, shka po ndodhë, kush për na vjen, kur po vijin, abde nuk ishim të qetë si familje. Kohën sa e një konë bashkë, a e din pse ka marrë fajde? Banesën e parë, kur ka fillu mi ndërtu, do më thonë e ka pas vetëm parët që ka blek token, do më thonë. Për me ndërtu, i vishin parë dhe ka fillu me marrë fajde. Edhe që aty masanej, ajo fajdja është rritë, kanë fillu problemet, mas e ka fillu mi rritë biznisin, merë hajtë se nëzirë në për këtë biznisin qeter, po gjdo fajdegjia merë ke banesat, për shembull nuk i kish parat me ala, nënshkruma një banesë, nënshkruma këto, edhe u mbledhen shumë. Edhe vllavi vetë njëjtat, sene. E qysh është me jetu me një burr që ka probleme me fajde, ose me një familje? Është një jetë që nuk kam qef as hasmit mja, po. Ju konë vitet ma tërta tjetës teme. Do më thonë nuk e di, as nuk mundesh me flejt, as nuk mundesh me kone qetë, as nuk funksionan. Si njeri nuk funksionon. Je veç si figur, je demoralizune, do më thonë së të intereson kur gjo, flenë ma atë frigën që kush ka marrë në mëngjes, do më thonë nuk ki as forcen mu kujdes për fëmijët e to. S'ti shka të ma tepër, vitet ma tërta kanë qenë ato. Tash për tash do më thonë nuk jam mirë financiarisht, po flej ma rahat, se e di që nuk më troket kërkush më ndirë. Do më thonë, ka njëherë përmënoj që ku më rilindë për i zdyti. Që tash përmënoj që jam duke jetuar, se nuk kum jetu. Në atë koha e ke diskutu me burrin e herë për shembull, atë ka treguaj ty? Po, kum diskutu edhe i kum thonë, ti ki më pas mu kra gjithmonë, ju më numi një mu, se unë jë më konë ma fort, si që kishtë jë më konë ma fort saj. I kum thonë ti stopojim, po nuk e di ka pas hi një frikë shumë e madhe. Beso që dera të kushit kur troket ke, aj u frigoke, që është si frike i ka pas hinë trup. Nuk e më ngojke, i thësha le, ma bedin se këta kanë e shojnë që ti e ka jep edhe lypin edhe ma tepër, kur ta stopon edhe i thu s'ka mo, nuk kanë shka me të bo. Tash, masi që del emisioni, ose mi u thirë dikush prej policia, i një gjendje me deklaru krejt? Po. Normal. Sa është pasunia jonë, jam sënda që në takojnë neve, pse fëmijët e mi me vujt, kur e kanë pas gjithat pasuni. Në më thonë, pse qika e me mirë shu vendlindjen për do njerës që nuk ja vlen. Edhe ajo ka qef më konë vendlindjet vetë, po. Tasha munesh me i takuna i një prej këtyna, ndodhë me i takuna i hera, thojnë diçka masi që veç e kanë marë pasurin? Em kanë marë me privat number, tash nuk e di kush em ka marë,
edhe më konë në banesë, që atyre qika u konë të punu me një dukojt këpucave. Edhe më kanë thonë që kena më ardhë me të shky. Edhe ju ku më thonë, okej, hajde, më kanë thonë, a qa që zoja je që mund është me dalë poj, ku më thonë, edhe ju më dalë të Boramizi me një kafe aty që është jashtë, i ku më thonë, qëtu në filon kafe, jam të ju pritë. Nuk e kum pa, ata kanë kalu se më kanë pa mu, se më kanë thirrë mas ne, më kanë thonë bravo po zoja kuke, që nuk u tute. Po unë ma shumë e kisha frikën mos kanë marrë vesh ku ashtu punu qika. Mandej pja aty ju më qull dhe ju më shku në punë të qika, ku më prit, se deri 9 mramje punojke, e ku më prit qikën edhe ku marrë me veti. Edhe mon nuk e më kanë thirrë, do më thonë viçaj kërcënim ka qenë, po nuk e di për kuj se me privat number ka qenë. Edhe ju i një ka një loj biznismene, pa keni punu këni pas butik tonë? Po. Se u dash me mbyll ato? U dash me mbyll se Iliri filloi rënë depresion, filloi alkoholin, edhe do më thonë krejt fokusin, s'kish shka me bo, krejt fokusin e kishte une. Filloi gjelozia, filloi dhuna psiqike, dhuna fizike, do më thonë me 12 orë punë, kur shkojsha në shtëpi isha dërmune, edhe vike do më thonë me dhunë fizike, dhunë psikologjike, ku shken botek, çka bone, pse bone, edhe do më thonë dikur ardhë kulmi, që nuk mujta më me dëru, u detyrova mi shu Gjakoven edhe me ik. Edhe mas asaj kum pas shumë probleme me Ilirin, në vitin 2023, është ardhe në Prishtinë, të banesa, mu ka kërcnu, edhe do më thonë e kum paraqitën polici rastin, e kom edhe dokumentin të japi, e fotografon, edhe kemi qenë në gjykat këtu në Prishtinë, edhe do më thonë e kanë dënu Ilirin, po mas anej me një 7 qënërsh, që është pagu e kanë liru. Po, e në kontratë është e shkruna atë që ai nuk ka guxu mas ne me më afru deri në 50 metra, nuk ka guxu as më thirr në telefon, do më thonë që ai ka qenë edhe një traumë qetër mas ndomjes, edhe do më thonë prej që asaj qika jame vendosi mu largu. Do më thonë nuk ka qenë mo në gjendje me përballu kur gjo, se një herë dhunë prej fajtegjive, mas një dhunë prej babës, edhe kjo ka qenë do më thonë e fundit. Do më thonë, mo prej atërë shpit nuk kum pas nëjë problem, as me fajdegjit, as me ishburin, se nuk gudzon, a bëdin se i kanë thonë një sanë ma të voglin, që në im për atërë të burgosim. Tash do më thonë, unë me Ilirin kemi kontakt, se i kemi 2 qika, do më thonë folim si shok, si njerëz, nuk kemi mo probleme, ajo është ma në regull tashti, ka fillu do më thonë mi marrë veten. Çfarë pasuni e med në fund? Në fund, jo kur gjo, du t'jemi me qëra. Edhe unë jam me qëra në Prishtinë edhe ajo është në Gjakov. Do më thonë, kur gjo nuk kemi, hiq.